Një ditë e mrekullueshme, plot e për plot me vizitor, me cicerimat e këtyre zogjve që po luajnë këtu. Gjithë njerëzit në punë vet, në qet vet. Restorantet janë plot, gjitha se I kam pyet edhe miqtë e mi e kolegët e mi. Dhe njerëzit janë punë vet. Ndërsa ata që janë punë tjetrit, unë du t'i kujtoj diçka nga ana ime. A e mani men kur kam darë dhe kam tregu një histori me mikun tim Ben Ahmetën. Kur ishim duke kalu nga kjo rrugë, më thot: "O Luc, qa është ai gjeli atje?" Edhe unë I thash: "Ai gjeli atje je ti, Ben." Si unë tha? "Po oligark më të madh Shqipëria nuk ka." Tashti miqtë e mi të PD-s ju të partisë time. Po mirë më vlla, a ju vje zor që jeni bo kaq mik me Ben Ahmetën, a? Po si ka mundësi që tashti Benin e doni kaq fort? Një Ben që iku betejës me të vërtetën dhe me spakun dhe u aratisi ku në drejtim pa ditur dhe tashti thoni ai e përmbushi detyrën e vet, qofti falur për çfarë ka bërë. O miq, mos punoni me 2 standarde, po punoni me 1 standard. Ata njerëz që kanë kurajo të përballen me drejtësinë, të rinë këtu dhe shkojnë të japin hesab derisa shkojnë në gjykat dhe gjykata të thotë se çfarë dënimi duhet marrin dhe çfarë kanë bërë për këtë vend, meritojnë më shumë se Ben Ahmetaj, një gjel atje në majt mullarit, që vetëm ka zhkraps dhe ka ik, si në kohët PD Saliu ton, e si në kohët këti tjetrit, e të vinit tim. Kështu që, bëni realist, mos u bëni hipokrit.